vendin tim kur Edi Rama ishte në pushtet 7 vite më parë, bashkë me familjen time. Unë jam një nga pronarët e vjetër të Shqipërisë, sepse gjyshi im emigroi në Massachusetts për 18 vjet. U kthye, bleu prona dhe pastaj çdo gjë ju mor. Sot e kësaj dite familja ime nuk ka asnjë gjë. Unë jam një nga ata njerëz që më dridhet shpirti kur e mendoj se çfarë i ndodhi familjes time gjatë komunizmit. Megjithatë, sot më vjen keq për diçka. Përpara disa muajsh, përpara një viti, ata erdhën dhe u quravitën tek ne për vota. Ne sot kemi të drejtën e votës. Ne kemi të drejtën e votës. Ne nuk duhet ta lejojmë më ta ulan Ballën të bëhet rezidenti i Bronxit për një muaj. Shpërndajeni fjalën, flisni me njerëzit tuaj. Shumë njerëz mendojnë se Shqipëria është e bukur për shkak të çfarë ata postojnë në Instagram. Nuk është e vërtet. Pjesë prindrit tuaj, pjesë gjyshit tuaj, jeta e tyre nuk është më e mirë. Jeta e tyre është më e keqe. Ne nuk duhet i pranojmë ata. Nëse ata nuk e bëjnë jetën e prindërve tanë më të mirë. Bosh komunistat! Bosh komunistat! Bosh komunistat! Bosh komunistat! Bosh komunistat! Bosh komunistat! Berisha bur! Berisha bur! Rama jep me dorëqen! Rama jep me dorëqen! Ohe! Ohe! Ose mi e shqiptar! Ohe! Ohe! Bravo! Shqipëri e lirë! 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 Shqipëria, këtu ka faktoringa 15 vjeçare, pse po prishen këto uzina e këto fabrika? Megjithatë, duhet të them dy llafte. Në qoftë se neve po luftojmë njëri tjetrin sot, pavarësisht ngjyrave, ne humbasim energjinë e rinisë tonë. Ne sa dini se Europa s'na ka dashur. Edhe tani që po bëhet me ne, ka interesat e saj. Me të mirë me kombit tonë, o të na bashkoj toka, o ne do bëjmë si të jetë me mira për ne. Këtë duhet ta kurizojmë, në tërmet kur bie shkatron shumë gjëra. Ky është tërmeti për politikën shqiptare. Në kuptoni apo jo? Tërmeti për Shqipërinë, për politikën shqiptare. Kur shikon Sani Belisën që shan Edin, ata shajnë ditën e puthen natën. Edhe Amerika është me ne. Kam shoqe amerikane që thonë ju jeni frymëzim për neve. Që këtu nuk ka pjesëmarrje të madhe nga shqiptarët. Ne jemi 300.000 veta këtu. Ne duhet jemi një. Duhet ketë një sqarim. Ne nuk jemi kundër Amerikës. As kusheri, as Ivanka nuk përbëjnë Amerikën. Dhe as biznesmen. Biznesmeni shikon interesin e tij. Kuptoheni këtë gjë. Amerika është me ne. 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 Bravo! Edhe diçka tjetër për rinin shqiptare. Rinia shqiptare është ndërgjegjësuar kaq mirë, arsye ajo shprehja, mendjet e zgjuara mendojnë gjithmonë njësoj. Unë ju bëj thirrje analizave që akoma mundohen për akrobacia idesh se
protesta, ka iraniane, ka budalliqe që prallisin ato atje. Rinia nuk e shef televizionin. Ato shohin telefonin, ato shohin njëri tjetrin, janë shumë të dërgjësum, e kuptojnë situatën edhe e din targetin kryesor. Lodheni kot, boni kot gam në për emisione, nuk ju shef njëri, sidomos rinia e kësaj proteste. Nuk ju shef njëri, boni gam kot edhe herë. Po ju vjen fundi! Po ju vjen fundi! Po ju vjen fundi! Po ju vjen fundi! Edhe një thirrje tjetër, shumë qetë, do a bëj gjithë ambasadave në Tiranë që për çudi ka një heshtje të tmerrshme këtë herë. Korrupsioni është në maksimum, po për një herë të vetme, ashtu si gjithë mbështetje në vitet 90 shqiptarët që u larguan me ambasadat, tani na duhet një tim tjetër e madhe që ambasadat të veprojnë, të flasin, të ngrenë zërin dhe të mos heshtin. Ambasadat duhet të flasin, gazetarët duhet të flasin, shqiptarët duhet të bashkohen, oligarkët duhet të qërohen, dojnë tjetër. Faleminderit. Patronazhistët! Posh patronazhistët! Posh patronazhistët! Posh patronazhistët! Posh patronazhistët! Po, përshëndetje në qizem, quajnë Iva Gjoni, kam 26 vjetë në Amerikë, kam ardhur që në kohën e Berishës, baba im është aratisur 1973 nga Pogradeci, erdhi në Amerikë, vdiq në Amerikë, familja ime u internua, tani menduam që Shqipëria do bëjë më mirë, dhe shikojmë që sa herë që shkojmë në Shqipëri mua më këputet zemra, shikoj njerëz që kërkojnë lek për ilaçe në rrugë. Nuk ka spitale. Shkojnë njerëzit me kancer, it's a death sentence. Po të shkosh në spital dhe je me kancer në Shqipëri je i vdekur. Vajza musmur e çova në spital, s'kishin pambuk, s'kishin alkool, s'kishin doreza. Tur! Dua spitale! Dua spitale! Dua spitale! Dua spitale! Dua spitale! Erdhëm në Amerikë që mos i rrisin fëmijët në Shqipëri. Megjithatë sot e ndjej veten më shumë shqiptare se kur. Dhe jam shumë e lumtur. Vajza ime është sot këtu dhe pse tani në Amerikë. E quan veten shqiptare. Bravo! Ne do ta bëjmë Shqipërinë. Edhe diaspora, edhe shqiptarët e Shqipërisë, kur populli ngrihet, shteti dëgjon. Rroft rinia shqiptare. Faleminderit. Edhe një tjetër i bëj thirrje Spakut që ta filloj nga Belinda Balluku. Ta arrestohet e para dhe pastaj kryeministri. Edhe njerë, thirrje Spakut nga Amerika, ta arrestohen të gjithë dhe do marrë historia për mirë. Ramabur Berisha Bur! 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 Që tege iraniane i kemi kuto, i ka i në qeveri, i di shumë mirë, i ka në albanologi, i ka në akademi shkencave, i ka në profesora, ne kemi profesora të Universitetit Gjirokastrës që bëjnë libra pro Vorjopirit e paguen me taksat shqiptarve. Nëse ai do kishte këtë shqetësim, do kishte fillu me ata. Do ta kishte fillu me ata, me profesor tjerë, ose ata kryetarën e Akademi Shkencave, Skënderbeu Lushin, edhe me gjithë komunistat tjerë. Jo tani që për rrezikohet pushteti, aktivizon njerëzit edhe thot, po na aktivizohen grupe anti-greke, anti-semite, ne si jemi anti-semit, ne si jemi anti-amerikan. Ne jemi pro-amerikan, jemi pro-shqiptar, ne jemi pro një qeverie që sillet përgjegjshëm, që nuk e trajton Shqipërinë sikur ja ka lënë baba, atij personalisht. Pra, unë ju bëj thirrje si
sidomos një pjesë e popullsisë që unë e kam kontakt me ta që thonë që a mos doshta po ndihmojmë qarqe greke, a mos doshta ne nuk po ndihmojmë asnjë qarq grek. Ne duam të shporret politika korruptuar 35 vjeçare në Shqipëri, të krijojmë një parti të re, sepse ne nuk mund të kërkojmë zgjedhje të reja edhe të jemi prapë detyruar të votojmë për ata. Kjo protestë duhet krijojnë alternativën e saj. Që jemi detyruar që nesër të jemi detyruar prapë votojmë për ata. Pra kaq kisha, ju falenderoj gjithëve që keni rënë punë tuaja e ardhur shkëndijë e kësaj proteste, në shkëndijë e gjithë shqiptarëve. Ju falenderoj shumë. Të dua ta them për vëllezërin e motra tanë në Tiranë, neve duhet t'ja dini nuk jeni vetëm, jemi me ju, gjithmonë! Jemi me ju! 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 Diaspora nuk harron asnjëherë më vëdheun! Jemi me ju! Jemi me ju! Jemi me ju! Gjithashtu, vëllezërit e motra tanë e kanë vënë re të gjithë që duhen me njëherë të ashti duhet lejohen gjithë për të edhe jem fani. Duhet me njëherë t'i lem brapa këto çfarë bëjnë poezi në shesh të Tiranë. Duhet të mblidhen gjithë të kërkojnë mbledhje me ata palo kryeminist që qa është edhe të ishet me njerë. Mama me fjalime, me pralla e me poezi duhet mbledhje me kryeministrin të ashti për dyshim. Jemi me ju! Dorheqe, 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 dorheqe. Edhe një gjë tjetër për kryeministrin, i bëjmë thirrje që kopshti Ede do të kthehet në Ferr aty në kryeministri. Dhe këtë të betohemi për flamur do të kthehet në Ferr kopshti Ede. Ta di mirë Rama se kur betohet Blanjati nuk ka ma këthim mrak kështu, ja. Vetëm do doja që të këndonim një refren që është bërë shumë, është përhapur shumë në Tiranë, kur Rama në një intervistë na kishte thënë neve fuck you. Ndaj edhe unë dua të këndojmë një refren që në Tiranë po këndohet shumë. Hajde të gjithë bashkë. Rama, Rama, fuck you! Rama, Rama, fuck you!